Sfidat e aspektit mendor të fëmijët dhe roli i autoriteteve përreth. Autoritete, kur themi, kemi parasysh prindin që është autoriteti numër 1 në shtëpi, kemi parasysh shkollat dhe personelin e shkollave që janë mësuesit, profesorët e të gjitha lëndëve, si dhe kemi parasysh profesionistët e shëndetit mendor që janë psikologët që bëjmë punën më të madhe në kompletimin e asaj figurës që quhet nxënës ose fëmijë. Dhe flasim sot për aspektin psikologjik të fëmijëve kur kanë vështirësi. Arta Abdullahi është me mua në studio. Arta është psikologe, njëkohësisht është edhe magjistre e logopedist, por do qëndrojmë te tema, siç e tham më herët, për të folur për një aspekt shumë të rëndësishëm për fëmijët. Arta, fillimisht mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Të falenderojmë për kohën që ndave. Tema të cilën e kemi sot është shumë e rëndësi, besoj që edhe ti e sheh shumë të nevojshme që të diskutohet, me që ne në përgjithësi, jo vetëm fëmijët, po në përgjithësi ne si të rritur nuk jemi shumë të prirur të diskutojmë tema të aspektit mendor, ende janë tema tabu të ne. T'ja fillojmë prej te kjo, përse vazhdojnë që t'jenë tema tabu. Edhe kur i kemi daljet në për ekrane, ose kur kemi një ndjenjë në shoqëri, themi që duhet t'jemi më të qasshëm për psikologët, po kur vjen puna që ne të kërkojmë një të tillë, kemi pakës problem në praktik. Jemi pakës me kështu standarde të dyfishta sa i përket kësaj teme tabu. E quan ende tabu? Duke u nisur nga gjendja faktike e situatës të viteve të fundit në bazë të përvojës që kemi, në bazë të punës të përditshme që e bëjmë, shoh një ndryshim nga vitet e mëparshme. Më thonë, lëvizën për në aspektin më pozitiv për shkak të asaj që shohim interesimin e prindërve, interesimin e arsimtarëve, kontaktin mes të arsimtarëve dhe prindërve, domethënë që po i kushtojnë rëndësi më të madhe kësaj pjese. Gjendja tabu e disa situatave ende vazhdon të jetë, mirë po në përgjithësi, në qoftë se e marrim si pjesë të shoqërisë tonë, ka një ndryshim pozitiv në vitet e fundit, në krahasim me vitet e mëparshme, ku në qoftë se do kishte një problem një fëmijë në pjesën e shëndetit mendor, kalonte pikërisht në atë pjesën e novgëzimit, frika se do bullizohet, frika se do marrë etiketa të ndryshme, frika se do etiketohet nga arsimtarët, nga rrethi, nga familjarët, nga shoqëria, e bënte edhe më të vështirë pjesën e rëndësisë të shëndetit mendor dhe e bënte edhe më tepër që këto problemet të shëndetit mendor të jenë më të shprehura dhe më të shpeshta tek fëmijët. Në kohën e fundit, sikur edhe pjesa e internetit, pjesa e situatave të ndryshme me të cilët po ballafaqohemi si shoqëri, me probleme të ndryshme të shëndetit mendor të cilët po i hasim tek fëmijët, duke qenë vëzhgues të shumë rasteve të ndryshme që kanë ndodhur kohën e fundit, sidomos tek fëmijët e moshave të ndryshme, që nga mosha e vogël deri në moshën e adoleshencës, ku kemi pasur raste të bullizmit të cilët janë shumë të merruse, ku kanë përfunduar edhe me vrasje, kanë përfunduar edhe me vetvrasje dhe me lëndime të ndryshme në mes të fëmijëve, po ashtu edhe vetë fëmijët duke bërë veprime agresive dhe duke bërë lëndimet e vetja, sikur ende më tepër e shton vetdijen e prindërve dhe ka shtuar një lloj frike që të jenë më afër institucioneve, më afër psikologëve për të kujdesur më shumë dhe për të i kushtuar më tepër qasje kësaj teme apo kësaj fushe. Shoh ndryshim që është për të përshëndetur viteve të fundit. Ende ekziston pjesa e frikës, ende ekziston pjesa e tabuve, ende janë paragjykimet për pjesën e shëndetit mendor. Dhe ne si shoqëri në këtë pjesë kemi të bëjmë shumë. Kemi bë, jemi duke vepru, ka ndryshim, po ndryshimi dhe puna, veprimi në këtë fushë duhet vazhdojë edhe më tepër. Asnjëherë nuk është mjaft dhe gjithmonë duhet tepër e më tepër, për shkak se kemi të bëjmë me shëndetin mendor të fëmijëve, gjëjas që është më e rëndësishme, sido qoftë në familje, qoftë në shkollë, qoftë në shoqëri, janë pjesa më e vlefshme dhe është pikërisht gjëja për të cilën ne po bëjmë gjithçka. Dhe pjesa e frikës duhet eliminohet, për shkak se në qoftë se ne flasim, qoftë me familjar, qoftë me kolegë, qoftë me profesionistë, sa më tepër që flasim për problemet apo për shqetësimet që i kemi për fëmijën tonë, ne aq më shumë po jemi afër zgjidhjes së problemit, për shkak se diskutimi apo pjesa e të folurit të problemit vetë se ka filluar zgjidhja e problemit dhe vetëm se ka filluar pranimi dhe shqetësimi i prindit për atë situatë ku vetëm më ka hyrë në proces. Sa më shumë që e fshehin, sa më shumë që e mbulojnë, sa më shumë
që anashkalojnë edhe nuk e bisedojnë me rrethin, aq më të mëdha bëhen simptomet edhe aq më tepër fëmia apo shëndeti mendor i fëmijës rëndohet dhe vjen deri në lëndime të ndryshme, ku fëmia kalon pastaj edhe në forma të ndryshme të probleme të ndryshme të shëndetit mendor, duke kaluar deri tek ato më të rëndat, që pastaj flasi për shëndetin mendor të fëmijës, ku gjithë jeta e atij fëmije si një individ i më tutjeshëm që do jetë, varet nga shëndeti mendor të cilën ai ka pasur në familje, dhe sa më shumë që ne i kushtojmë rëndësi, flasim, diskutojmë, qoftë me kolegë, qoftë me familjar, qoftë me profesionist, aq më të përgatitur do jemi edhe më aq më vigjilent do jemi që t'i ndihmojmë fëmijës në çfarëdo lloj roli që jemi, qoftë arsimtar, qoftë familjar, qoftë prind, do jemi më të përgatitur dhe do jemi më të informuar që situata në të cilën ndodhet fëmia apo simptomet të cilët neve na shqetësojnë, do jemi më të informuar se si ti parandalojmë, si ti evitojmë apo si edhe ti ndihmojmë fëmijës që ajo situatë të merr fund edhe shëndeti i tij mendor të jetë stabil, ku jeta e tij më tutjeshme do varet pikërisht nga shëndeti mendor i familjes së tij. Megjithëse pakës e vështirë, zhvillimi i teknologjisë ka bërë që e ardhura të jetë pakës e frikshme në horizont, me shumë të papritura, pa kontrollueshme, dhe nuk e di se si do mund ta menaxhojmë. Rast konkret ishin sfidat të cilat i patëm së fundmi, u quam të gjithë peshë dhe nuk dinim si të vepronim në fakt. Ishim prindot që ishin të shqetësuar nga sfida Superman, çfarë sfidat tjera pati plot, një me frymarrjen që e ndalonin, kishte shumë sfidat që ishin shumë të frikshme. Dhe qasja nga autoritetet ishte disi konfuze, nuk dinin si të veprojnë. Domethënë, prindi në shtëpi kishte atë dilemën, duhet qyteku tani apo çka ti bëj? Ai profesori në shkollë kishte dilemën njëkohësisht, domethënë duhet tani me ju bërtit këtyre apo çka t'ju bëjmë? Psikologët besoj që shumë pak punë kanë pas në këtë rast, vetëm kanë folë, po nuk i kanë dërguar te psikologu ma merr mendja shumicën e këtyre fëmijëve, ose është dashur mbase të bëhen dhe seanca kolektive për t'i bërë të vetëdijshëm pak a shumë se çfarë veprimesh me pasoja fatale kanë ndërmarrë. Si ke parti rolin e këtyre autoriteteve përreth dhe çfarë mund të bëjnë më ndryshe për të parandaluar në të ardhmen sfida të tjera të ngjashme? Pjesa e teknologjisë padyshim që nuk është gjithë negative, domethënë ka edhe pjesën pozitive, ku një prind i cili nuk mund të informohet ndryshe për situatën, për rrethin, për shoqërinë në përgjithësi, merr informata përmes asaj, ku kemi shumë raste ku fëmijët e fshehin situatën reale, domethënë bëjnë ikje, bëjnë zbukurime të situatës, kurse prindi përmes telefonit është më tepër në kontakt me prind tjerë, duke vëzhguar, duke parë situatat dhe duke u informuar më detajisht në atë pjesë. Pjesa sa i përket pjesës rrethit, domethënë pjesa e fundit e problemeve të ndryshme, domethënë problem pak më i shpejt ishte edhe pjesa e alarmit të bombave të rreshme në shkolla, e cila dha shumë simptomet të dëmshme tek shëndeti mendor i fëmijëve, ku paraqitet pjesa e panikës edhe pjesa e ankthit. Domethënë kemi fëmijë të cilët paraqiten me një panikë dhe me një pjesë të ankthit nga frika e pasigurisë brenda shkollës. Domethënë gjitha shkolla është një vend ku fëmia duhet ndihet si në shtëpi, është një vend ku ai duhet ta ndjejë sigurinë dhe po ta marrësh në atë pjesën logjike, shkolla është pikërisht në të njëjtin funksion si të shtëpisë. Edhe personat të cilët veprojnë brenda shkollës e luajnë rolin e njëjtë sikurse anëtarët e shtëpisë, për shkak se fëmia në shkollë kalon në kohë të gjatë dhe nuk është që është në një kohë shkon rrallë ose në një kohë të shkurtër, është në një periudhë të gjatë kohore me vite, është një pjesë të gjatë të ditës brenda shkollës, kontakti me arsimtarët është i vazhdueshëm edhe pikërisht arsimtari rolin kryesor që duhet ta bëjë është që të jetë në atë kontaktin, në atë tashimin e përkrahjes edhe kuptimin e fëmijës. Tash sa punohet nëpërmjet shkollave dhe sa punojnë institucionet shtetërore në këtë pikë, domethënë ka ndryshim nga vitet e mëparshme, mirë po asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Gjithmonë kemi të bëjmë tepër e më tepër për shkak se kemi të bëjmë me fëmijët. Tash në situatën që ishte në këto rrethana bëjnë aktivitete se si duhet fëmijët të jenë të përgatitur në raste të alarmit apo se si duhet të ruhet më tepër shëndeti fizik. Mirë po shëndeti mental, domethënë duke u nisur nga roli i institucioneve, pika e parë ku ato duhet të intervenojnë në këtë pikë është ku brenda shkollës duhet të ketë më tepër psikolog se sa një.
duke bë krahasimin për shembull të fëmijëve. Mendoj se dhe ai një që është nuk është shumë funksion, shumë shpesh. Jo për fajin e psikologës, po për fajin mundësive që i jepen brenda shkollës. E stigmës që prindërit shumë shpesh e marrin si ofendim nëse ja dërgon fëmijën te psikologu. Ka dhe rastet e tilla, domethënë ku të shpeshta janë këto raste. Ka dhe rastet e tilla ku psikologu ka vullnetin, ka guximin edhe ka mundësinë që të punojë me fëmijën brenda shkollës duke i evituar edhe duke i parë, duke u munduar t'i parandaloj ato problematikat të cilat i hasën fëmia, mirë po ka raste ku prindi nuk toleron ose nuk lejon që të merret vesh dhe kemi edhe konfrontime të ashpra, për shembull ku prindi reagon ashpër në qoftë se fëmia ka arrit deri tek psikologu, domethënë ku kemi edhe konfliktet paraqitura në mes të arsimtarëve dhe prindërve, ku arsimtari është ai i pari brenda shkollës që i vëren ato simptomet tek fëmia dhe cilat janë simptomet tek kjo, do dalim tani që mund t'i detektoj prindi dhe që mund arsimtari për shembull. Si profesioniste, kur duhet të shqetësohet një autoritet, kur tjetri? Prindi dhe arsimtari janë të dytë në një kohë të gjatë bashkë me fëmijën, edhe të dytë duhet ta njohin mirë fëmijën, edhe karakterin e fëmijës, personalitetin, gjendjen emocionale dhe sjelljet e tij social emocionale, për shkak se shëndeti mendor pikërisht ka të bëjë me këtë. Do të thonë shëndeti mendor ka të bëjë me gjendjen emocionale, stabilitetin emocional dhe zhvillimin e aftësive social emocionale, se si fëmia bashkëvepron me rrethin. Tash në qoftë se një fëmijë në shtëpi, domethënë ku prindi e vëren simptomat që i duken të thjeshta, që në realitet nuk janë të thjeshta në qoftë se fëmia paraqet një të qeshur të tepruar pa nevojë, paraqet një të qartë të panevojshme, paraqitet një nervoz pas ndonjë rast për të nervozuar apo frustrimi të tepruar, gjendje ku fëmia më tepër i pëlqen të jetë i izoluar, të humb kontaktin me familjarët, humb interesi për bashkëveprimin me familjarët, fillon më tepër të bëhet mbyllja, domethënë bisedat janë të shkurta edhe strikte. Gjitha këto janë simptomet ku prindi janë simptomet elementare ku prindi duhet marrë patjetër masa, të mos kalojmë në ato simptome tjera ku më vët se gjendja mendore apo shëndeti mental psiqik jep edhe në pjesën fizike. Padyshim në qoftë se fëmia është fizikisht i shëndosh dhe i kushtohet rëndësi shëndetit fizik, shëndeti emocional në qoftë se apo shëndeti mendor në qoftë se ka një pjesë të ngarkuar, ai patjetër që rezulton edhe jep simptome edhe në shëndetin fizik, ku paraqiten dhimbje të kota, paraqiten marramendje, paraqiten të vjellura, humbja e oreksit, humbja disbalansi i gjumit apo ushqimi i tepruar. Gjitha këto janë simptome ku prindërit duhet t'i evitojnë shpejt edhe duhet të jenë së pari në kontakt me arsimtarët. Në qoftë se një fëmijë brenda shtëpisë ka dhënë këto simptome, padyshim që ka dhënë simptome edhe në shkollë. Në shkollë, domethënë arsimtari i cili punon i njeh mirë fëmijët e tij, ai i din gjithë ato simptome të vogla të cilat paraqiten ndryshe tek fëmia. Në qoftë se një fëmijë humbën interesin në bashkëveprim me shokët apo rrethin e tij. Në qoftë se një fëmijë humbën interesin apo humbën përqendrimin, një fëmijë duke qenë i qetë bëhet hiperaktiv apo një fëmijë duke qenë pak më impulsiv, më i lëvizshëm bëhet shumë i qetë. Domethënë janë këto simptome të cilat janë këto situata të cilat arsimtari duhet i vërejë, po ashtu paraqitja e ankesave, mungesat në shkolla, paraqitja e humbjes së vullnetit, humbjes së kënaqësisë për mësim, humbjes së kënaqësisë për aktivitetet e ndryshme që ka bën brenda shkollës, dhe gjithë këto janë faktorë ku rolin kyç e luajnë prindërit edhe arsimtarët, të cilët duhet i evitojnë edhe duhet të mos i anashkalojnë edhe duhet të mos i nënvlerësojnë, për shkak se janë simptome të cilët brenda tyre fshehin situata dhe probleme të tjera, të cilët mund të na bien deri në një gjendje ku mund të paraqiten në situata të ndryshme ku vjen deri tek vetlëndimi i fëmijëve apo kthehet fëmia në një lloj bullizuesi apo kthehet në një lloj udhëheci të ndonjë problematike që pastaj është shumë e rëndë për tu stabilizuar dhe për të ardhur në një gjendje normale. Prandaj roli i shkollës edhe roli i institucioneve është shumë i madh në krahasim me atë se çka duhet bëjnë me shëndetin mendor, me rëndësinë e shëndetit mendor. Këtu patjetër që institucionet duhet marrin masa duke pasur mundësi që të organizojnë më tepër punëtori të ndryshme brenda shkollës edhe jashtë shkollës. Institucionet shtetërore kanë mundësi edhe mundin që të organizojnë punëtori të ndryshme me psikolog jashtë shkollës, domethënë me këshillues, me psikoterapeut, që të organizojnë punëtori të ndryshme, aktivitete të ndryshme, me grupe të ndryshme brenda shkollës, po njëkohësisht mund të bëjnë edhe punëtori me grupe të fëmijëve nga shkolla të ndryshme, të krijohen aftësitë sociale, të krijohet stabiliteti emocional më tepër, duke punuar pikërisht në këtë fushë, duke u trajtuar më tepër pikërisht, domethënë
roli edhe stabiliteti emocional, aftësia e zhvillimit të pjesës emocionale, pranimi i sjelljeve të shoqërisë, pranimi i rrethit social në mënyrë adekuate duke mos e dëmtuar fëmija as veten, po as tjetrin, dhe ka dhe shumë format të tjera, do me thonë pika e parë është që duhet punëson më tepër psikolog në përshkolla, duke u bë krahasimi i shkollave, numrit të fëmijëve brenda një shkolle me numrin e psikologëve të cilët i ka shkolla. Nëse i marrim parasysh numrin e fëmijëve në një shkollë me 2000 fëmijë, një psikolog sado që të jetë i përgatitur edhe sado që doj ta punoj puna dhe profesionin e tij ka të pamundur që të jetë afër gjithë fëmijëve dhe që të evitoj gjitha rastet edhe gjitha problemet që bëhen brenda asaj shkolle, se edhe po t'i marrish me ditë, çdo ditë të punoj me një fëmijë, nuk dalin edhe ditët e vitit shkollor për të trajtuar gjitha rastet. Po marr parasysh çdo fëmijë brenda shkolle ka nevojë. Çdo fëmijë që është brenda shkolle edhe nëse nuk ka problemin e vet të qoftë emocional, qoftë social, nëse nuk po kalon një lloj traume brenda shkollës, ai është një vëzhgues e asaj situate. Dhe patjetër që ndikohemi gjithë si rreth edhe fëmijët brenda shkollës ndikohen nga njëri tjetri, ku rëndësia e shëndetit mendor të secili fëmijë është e rëndësishme dhe duhet i kushtohet, kurse psikologu në një numër aq të madh, do të thonë ka të pamundur që të realizoj punën. Po edhe ka raste, për shembull, ku kemi fëmijë të cilët janë bullizues, janë agresiv apo janë problematik, po kemi edhe raste të ndryshme. Këtu për shkakun se ka pasur një mori situatash në cilat fëmijën është kërkuar që të ndëshkohet fëmija për shkak se është ngacmuar me një fëmijë tjetër ose arsimtarët nga që nuk arrin ta menaxhojnë disiplinën e tyre i dënojnë dhe shkojnë në shtëpi dhe prap dënohen. A do të thotë kjo një mungesë informacioni se si duhet t'i qasen atij fëmijës, sepse nëse kërkon që nëse është lënduar një fëmijë ta shërosh këtë fenomenin e parë duke i dhënë dhunë fëmijës tjetër, si duket ky raport? Duket kontradiktor pakës. Dhuna që fizike, që verbale, do me thonë në asnjë formë, në asnjë moment, në asnjë situatë nuk është e pranueshme dhe nuk është e përshtatshme për të trajtuar. Edhe ndëshkimet janë dhunë. Një lloj i dhunës. Pa dyshim që një fëmijë i cili ka një shëndet mendor të rënduar, ka një gjendje jo stabile emocionale, do të thonë ai ka nevojë më tepër për përkrahje, ka nevojë më tepër që t'i qëndrojmë në aspektin pozitiv, që ne ta tërheqim nga vetja, dhe ne nëse ai është dhunues, është agresiv, është bullizues, nëse ne i përshtatemi dhe i qasemi në po të njëjtën formë, ne vetëm se ja bëjmë të mundur që të jemi një model që dhuna është pjesë e punës ose pjesë e funksionimit, edhe në atë formë e udhëzojmë që edhe më tepër të vazhdoj. Jam kundër gjithë shkaje që ka të bëje me dhunën, me ndëshkimin, me kushtëzimin. Si duhet të flasim, më fal Arta, se është shumë e rëndësishme kjo pjesë dhe di që ti din t'i shpjegosh shumë bukur. Si duhet të flasim në këto raste kur një fëmijë bën diçka të palakmueshme në shkollë, kur një fëmijë është në presion të autoriteteve jashtë shtëpisë dhe sërish kur shkon në shtëpi has në nuk e di, ndoshta edhe dhunë fizike. Si duhet t'i qasemi këtij fenomeni? Këtu patjetër që nëse një fëmijë brenda një shkolle, do me thonë arsimtarët vërejnë që fëmija ka ndryshim në sjellje dhe mundohen sado që ato kanë mundësi me gjithë psikologun e shkollës mundohen që të punojnë me fëmijën, ta trajtojnë atë fëmijë, edhe përsëri fëmija shkon në shtëpi dhe hasën në dhunë tek familjarët, do me thonë ne nuk kemi rezultat, se patjetër këtu duhet funksionojë trekëndshi, prind, profesionist, terapist ose këshillues, psikolog shkolle dhe fëmijë. Nëse ky trekëndësh nuk funksionon si duhet, atëherë nuk kemi rezultat tek fëmija. Atëherë në këtë pjesë përsëri roli kryesor i takon psikologut ose arsimtarit, ku roli i tyre është njëherë pjesa edukative dhe pjesa e sensibilizimit e asaj pike se çka më tutje mund të bëjë prindi, pasi kemi prind të cilët nuk janë të informuar, kemi prind të cilët nuk e kuptojnë deri në detaje pjesën se si duhet t'i qasemi, ende punojnë në atë pjesën e reflektimit të situatës të tyre që kanë përjetuar në fëmijërinë e tyre. Që mund këtë qenë dhuna diçka krejt normale. Krejt normale dhe e marrin në formë të modeli që ato e kanë parë dhe e dinë dhe e trajton vetëm në atë formë fëmijën e tij, duke mos e kuptuar që koha ka ndryshuar, që fëmijët janë ndryshe dhe dhuna nuk është pjesë e disiplinimit dhe nuk është pjesë e përditshme e jetës tonë, domethënë është diçka që nuk ka të bëjë me pjesa njerëzore, sidomos kur kemi të bëjmë me fëmijët. Ai nuk kupton, bën gabime, bën sjellje, po ne jemi ato të cilët duhet ta orientojmë, ta menaxhojmë. Prandaj pjesa më e rëndësishme dhe ajo që i bie në hi se këtu është prapë psikologut dhe arsimtarit roli më i madh që duhet në një farë forme ta vetëdijsojnë prindin gjatë takimeve të ndryshme, gjatë
seancave që psikologu i shkollës duhet të ketë parasysh në pjesë këshillimi që duhet ta marrë disa herë prindin, disa herë së bashku me fëmijën, disa herë së bashku me arsimtarin, disa herë vetë derisa ai prind të vetëdijsohet për problemin të cilin po e nxitën ende më tepër te fëmia e tij, ku edhe sado që të mundohet arsimtari dhe psikologu i shkollës, në qoftë se fëmia përsëri kthehet në të njëjtën klimë të problemit në shtëpi, nuk ka zgjidhje atëherë. Domethënë ne munduhemi, po fëmia përsëri shkon në atë pikë derisa nuk bëhet vetëdijsimi i familjes, i rrethit, i prindërve për problemin të cilin prandaj them se edhe prindërimi është një rol i cili mësohet gjatë gjithë jetës, edhe askush nuk e din rolin e prindërimit pa u bë prind. Ne rilindim së bashku me fëmin, po atë rol ne e mësojmë gjatë jetës së bashku me fëmin tonë. Edhe shumëtën e rasteve duke u mundu që të jemi sa më perfekte dhe sa më mirë, shumë herë bëjmë edhe gabime. Prandaj ne në rolin e prindërimit, në çfarë të situate që gjendemi, qoftë në pozitive, qoftë në negative, asnjëherë nuk është e bollshme të informohemi, të marrim këshilla edhe të mobilizohemi për situatat apo fazat e ndryshme që na vijnë pas, në qoftë se kemi një fëmijë në kohën e parashkollorit, çfarë ne duhet të përgatitemi, çfarë duhet të kalojmë së bashku me fëmijën në kohën kur fëmia do hyjë në klasë të parë. Pastaj vijnë situatat e tjera ku fëmia duhet ndryshojë klasën, prej klasës 5 kalon në klasën e 6, është një vështirësi, është një ndryshim ku fëmia nuk e ka të lehtë ta përballojë. Nëse prindi si prind e ka të kaluar në kohën e tij, nuk do të thotë që patjetër edhe fëmia duhet të kalojë në të njëjtën mënyrë. Fëmia mund të jetë në pjesë emocionale më i dobët, edhe këtu i duhet një përkraje ku prindi është ai që e njeh më mirë fëmijën e tij, edhe duke e njohur fëmijën duhet përgatitet paraprakisht që të jetë më afër fëmisë. Mirë, po jo në formë të dhunës, jo në formë të ndëshkimit, jo në formë të diçkaje që edhe më tepër ne ta mundojmë fëmijën edhe ta rëndojmë gjendjen e tij emocionale, por gjithmonë përmes shpërblimeve, përmes fjalëve pozitive, përmes disiplinimit pozitiv, duke i qëndruar më afër fëmisë dhe duke i dhënë një mundësi që ai të krijojë një raport të ndërsjellët me neve si prindër apo si profesionistë, dhe duke i dhënë një qasje që ne jemi aty, ja kemi shtri dorën për t'i ndihmuar, edhe jo për ta dhunuar dhe jo për ta rënduar edhe më tepër. Shumë bukur i ke shpjeguar të gjitha, dhe sidomos më ka pëlqyer pjesa më herët që the që psikologu duhet të jetë më i pranishëm dhe më i shumëfishuar me rolin në shkolla, të shkojë te nxënësit, të vëzhgojë situatën në shkollë. Fëmijët më shumë se kur ka nevojë për një psikolog, edhe besoj që tani është koha të mobilizohemi të gjithë dhe të jemi më afër fëmijëve, gjithmonë me atë që the, me energji pozitive, me biseda, me fjalë. Kjo është ajo mënyra me cilën përmes bashkëpunimit të autoriteteve përreth mund t'ja dalim gjithmonë. Dhuna asnjëherë nuk ka qenë zgjidhje dhe s'ka për të qenë, sepse nëse jep dhunë, më vonë sërish ai fëmijë do jap dhunë dhe kështu cikli përsëritet. Të falenderoj shumë për kohën që ndave, për gjitha sqarimet e thukta që na i dhe, nëse ka ngel diçka pa e thënë, ndoshta nga ana ime. Asnjëherë nuk është mjaftueshëm për t'u shpreh dhe për të thënë përshëndetjen mendor, sidomos tek fëmijët, të cilët janë gjëja më e rëndësishme e jona. Ka dhe shumë e shumë gjëra të rëndësishme për t'u thënë, por do i lëm ndoshta në takimet e radhës. Unë do kisha thënë që t'jemi më afër fëmijëve, që t'i kuptojmë më tepër, t'jemi më pozitiv, t'jemi më përkrahës, t'jemi më tolerant, t'u qëndrojmë afër në situata të ndryshme, të përgatitemi për faza tjera që vijnë, që shëndetin mendor të fëmijëve ta bëjmë pjesë shumë të rëndësishme, për shkak se ne sado që rritemi edhe çfarëdo moshe që jemi, atë fëmijë të vogël e kemi gjithmonë brenda nesh, edhe ai gjithmonë jeton me neve. Edhe është koha ku ne do t'i kushtojmë më tepër rëndësi shëndetit mental, psiqik, stabilitetit emocional, tek fëmijëria, tek fëmijët tanë, e cila është e ardhmja jonë dhe ardhmja e këtij vendi. Faleminderit shumë, Artëm. Të dëshiroj sukses edhe më tej. Faleminderit.